Korrupsioni me tenderat e qeverisjes digjitale në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit është bërë kryefjale denoncimeve nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në Asamblenë e Partive Popullore Europiane në Strasburg, por edhe në Parlamentin Shqiptar. Kryedemokrati Berisha ka denoncuar se akshi drejtohet nga Ergjys Agasi, i cili sipas tij ishte koordinatori kryeministrit Edi Rama me krimin e organizuar. Rreziku i madh që përfaqëson Shqipëria u ndala tek akshi, kopshti familjar i Edi Ramës, në të cilin koordinatori kryesor i karteleve të drogës me anëtarët e familjes Rams kanë plaçkitur qindra milion euro, për mbi të gjitha Ergjys Agasi ka eksportuar të gjitha të dhanat e internetit që ekzistojnë në Shqipëri tek klanet kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Dhe kjo është i rrezik i madh për që Shqipëria shpërndan në rajon dhe në Europë. Edhe në Tiranë, në sallën e parlamentit, deputeti Atabaku ngriti shqetësimin se bizneset nuk po marrin shërbime nga e-Albania. Sipas saj, kjo është pasojë e korrupsionit të zbuluar nga prokuroria e posaçme te akshi. e-Albania, krenaria e qeverisë, prej javësh lëngon. Është një projekt në letër. Është jashtë shërbimi. Sot biznesi shqiptar është në kaos. Bizneset e vogla nuk bëjnë dot bilancet, nuk lëshojnë dot fatura, nuk rinovojnë dot certifikatat e fiskalizimit. Imagjinoni një sipërmarrës të vogël që gjithë ditën ropatet për të paguar taksat edhe të rritura dhe në fund ditës rrezikon gjobën ose mbylljen, sepse sistemi 500 milion euro i qeverisë shqiptare nuk funksionon, ka rënë. E çfarë bën akshi? Asnjë njoftim, asnjë ndjes. Inxhinieria e akshit dështoi sepse u ndërtua pikërisht bazuar mbi vjedhjen. Për të mbrojtur Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, reagoi ministri Adelina Ibrahimaj. Sipas saj, akshi i cilësuar si grup i strukturuar kriminal nga SPAK ka marrë vlerësime nga ndërkombëtarët. Ky reagim shkaktoi një tjetër përplasje mes Ibrahimajt dhe Tabakut. Për shërbimet digjitale, Shqipëria është vlerësuar jo nga unë, jo nga kjo qeveri, por nga institucionet ndërkombëtare. Ne jemi të tetët në Europë për sa i përket ofrimit të shërbimeve digjitale. Ne jemi të 17-tët në botë për sa i përket ofrimit të shërbimeve digjitale. Veprat janë vepra, faktet janë fakte. Duhet kesh turp në fakt në radhë parë që dalesh të gënjesh bizneset, se qytetarët shqiptar nuk i gënjen dot. Kushdo që gënjen qytetarët shqiptar, kushdo që mashtron bizneset duhet ketë turp, sepse sot i gjithë sistemi është në kolaps. I gjithë sistemi është në kolaps dhe unë nuk besoj që ka krenari që sot akshi drejtohet nga një grup i strukturuar kriminal. Faktet që kanë dalë nga dosja hetimore e SPAK për akshin kanë bërë që kjo dosje ku faktohej prangëmarrja e biznesmenëve me ndihmën e zyrtarëve të lartë të policisë të konsiderohet ndër më të rëndat.